Se është vendimi jot I parë që I kishën nënshkruar si kryeministre e Kosovës nesër. Nesër, me hek administrativ. Prokuroria duhet mu pastru prej loj abuzimeve që I bëjnë qytetarët. Mirë, çka kështë bo, se unë jam kurreshtare me ditë, çka kështë bo nëse ti do thot ishe kon kryeministre I drejtësinë e kishëm rregulluar, kur gjë tjetër s'duhet konceptin drejtësi, cilën drejtësi? Çka është do thot që s'po shkon këtu? Drejtësia si mas Human Rights, United Nations, shumë është korrekte. Për shtatët, o me krishter, o me musliman, o me ateist, vetëm si masaj deklaratës së drejtave. Mirë, e kështë ndru ditë pushimi diellën me premte ti? Që ko po më prek. Okej, është kjo e pa drejtësi që janë bo vetëm muslimanve, as jahudive, as të krishterve. Sepse jahudit e kanë jo kishëm dhënë lehtësime, ta shtregoj. Jahudit e kanë shtunakët janë ata, në Bekare 67, Zoti I ka shëndru në majmuna dhe në derra. Ashtu thot se kanë qenë shumë pa dëgjushëm. Prandaj jahudit e kanë përpendim ditën e shtunë. Në shtetin komunist jahudive, mashallah, ja kanë lënë ditën e shtunë. Krishterve, mashallah, ditën e diell. E neve kur gjo hiq. A peshe qëfar pa drejtësi? Kjo kishte me ardhë si solucion, ose kishte me ardhë për ata që falin namaz, vetëm për ata që falin namaz. Për shembull në këtë studion t'ju të bukur janë 100 punëtor, sa punëtor këtu falin namaz? 40. Okej, ditën e premte, ju mundeni me ardhë me punu. Mas gjumas ja kishëm Ti po t'ishe kryeministre, do thot ti do e kështë kriju një shoqëri teokraci në fakt. Jo, më teokracia sa pasëm. Jo. Kreti ki teokraci në drejtësi. Jo. Teokracia, do më thonë demokracia edhe teo është Zoti, si mas Zotit, kreti ki në Human Rights konsul, këto drejtat. Do thot ti, do thot karakterin laik shtetit e kështë... Shiko, ligjet ekzistojnë, po nuk I zbatojmë të gjitha. Ashtë e vërtet. Ura Iqbale, që ti kur të mos bosh kryeministre. Po nëse bëhëm naj këshilltare, pse jo I tregoj unë. Do me thonë, Zoja Iqbale sot na ka tregu që është drejt politikës.